pas dëgjimit të dëmtuar dhe dëshmitarëve që kanë qenë prezent, njëkohësisht administrimit provë materiale, posaçërisht pamjen e kamerës sigurisë, është vërtetuar për këtë dëshim i bazuar mirë se dy panditerët janë përfshirë dhe kanë kryer veprën penale, vendimi rëndërkohor Karini Neti 6 paragrafi praktika 3.1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Deri tek ky përfundim kemi ardhur pasi e kemi dëgjuar të dëmtuarin Armel Latifi, i cili para gjykatës ka sqaruar se ka qenë në Kizigrill për të larguar në shokun e tij dhe është sulmuar pabesisht nga të njëjtit të cilët i kanë rrethuar tavollimin e tyre dhe kanë filluar t'i godasin. Nga deklarata e dëshmitarit Orën Shala, është vërtetuar se i njëjti ka pasur probleme me të pandehrin Besat Tilmendi. Dhe për shkak të këtyre problemeve i pandehrit Besat Tilmendi vazhdimisht i ka kërkuar që të dalë jashtë dhe të sqarohet, mirë po i njëjti duke dashur të shmangë konfliktit ka qëndruar në tavolinë dhe më pas aty kanë shkuar i pandehri Besat, i pandehri Behar dhe i pandehri Rëndostime për cilë në veçuar procedura dhe i kanë të cilët fillimisht i ndojnë rolet, ku i pandehri Durim shkon mbrapa shpinës së të dëmtuarit Orën Shala, ndërkaq i pandehri Behar ulet shkon pras shpinës së të dëmtuarit Armel Latifi, kurse i pandehri Besat shkon në afërsitë të dëmtuarit e Orën dhe fillojnë në çast i pandehrit Durim Rëndostime fillon ta godasën mbrapa shpine, duke goditur 26 herë me copë metali mbrapa koke. Dhe në atë moment, në momentin kur i dëmtuari atë ngritet për të larguar, i njëjti haset ballavaçohet me të pandehrin Behar, i cili fillimisht e godet me grushte e më pas fillon përleshja mes tij dhe të pandehrit Besat, Kelmendi dhe Behar Qelej, të cilët e godasin vazhdimisht duke përfshirë goditjet me grushte, me shkelma, e më pas edhe i pandehrit Besat e përdor jetën e vet për kacërtik. Nga deklarata e dëshmitarës Qëndresa Fariq, është vërtetuar se atë natë i pandehrit Besat ka insistuar që të takohet me të dëmtuarin e Orën Shala. Përkatësisht i ka kërkuar që të dalë jashtë, e ka thirrur në telefon dhe më pas i pandehrit Besat i ka kërkuar bashkëtuesës së tij, përkatësisht dëshmitarës, që të shkojnë në veturë. Dhe është vërtetuar se i njëjti e ka thirrur të pandehrin Durim Rëndostimi dhe të pandehrin Behar Qelej që të shkojnë së bashku tek të dëmtuarit, të cilët ndodheshin në tavolinë. Gjë që është vërtetuar dhe nga deklarata e dëshmitarit Rostem Hoxha, i cili ka treguar para gjykatës se ka qenë në tavolinë të dëmtuarit kur i pandehrit Besat e ka ftuar që të dalë jashtë. Pamjet e kamerës sigurisë të administruar para gjykatës e tregojnë në mënyrë të saktë të gjithë ngjarjen ku shihen tre të pandehrit duke shkuar të përgatitur dhe me qëllim që të sulmojnë të dëmtuarit. Duke i pasur parasysh të gjitha këto prova që janë administruar, prokurori kemi ardhur në përfundimin që në rastin konkret nuk është kontestues fakti që të dëmtuarit kanë qenë të ulur dhe duke larguar. Nuk ka qenë kontestues fakti se në drejtim të tyre kanë shkuar tre të pandehrit. Nuk ka qenë kontestues fakti që me njëherë me të arritur tek të dëmtuarit, i pandehrit Durim nga brapa e godet 26 herë brapa koke të dëmtuarit në Orën Shala. Dhe me njëherë me pas kanë filluar të godasin edhe të dëmtuarit Armel Latifi. Dhe nuk është kontestues se nga këto goditje i dëmtuarit Armel Latifi ka marrë ndërtime të rëndësishme të cilat kanë qenë të rrezikshme dhe serioze për jetën e tij. Mbi këto rrethona dhe duke i pasur parasysh gjitha këto prova që administruar, konsiderojnë që janë përmbushur në mënyrë të plotë elementet e veprës penale dhe fakti që veprën penale kanë kryer në bashkëhyrje. Kjo duke pasur parasysh se të njëjtit shkojnë të përgatitur për të kryer veprën penale, kontribuojnë secili duke goditur në të dëmtuarit, për çka konsiderojnë që me këto veprime përmbushen në mënyrë të plotë elementet e veprës penale të ndihmimit rëndërkohor. Andaj gjykata si propozoi që të pandehrit të shpall fajtor dhe t'i dënoj sipas ligjit, ashtu që për pandehrin Besat Tilmendi të merr parasysh në banat e rëndësishme si ndjen. Shkallën e lartë të pjesëmarrjes në kryen e veprës penale. Faktin se e godet me mjet, pasi që shihet se i njëjti është duke goditur edhe me mjet të vret të dëmtuar në Armel Latifi.
shkallën e lartë të dashjes për të kryer veprën penale, pasi i njëjti ka insistuar në kryerjen e saj duke goditur disa herë me grushte dhe më pas edhe me mjet. Faktin se me veprimet e tij tek i dëmtuar i ka shkaktuar dëmtime serioze për shëndetin. Fakti që veprën penale ka kryer bashkëhyrje, faktin se është recidivisti vepra penale i dënuar me 5 gjykime të formës prerë, ku në 2 prej tyre për vepra penale kundrejtës së trupit. Dhe faktin që veprën penale ka kryer në një vend publik ku të pranishëm kanë qenë shumë qytetarë, përkatësisht një restorant i cili ka qenë i frekuentuar nga shumë pranishëm. Ndërsa rrethana lehtësuese për panderin e saktë nuk gjeti. Për panderin e garë, propozojmë gjykatës që të marrë parasysh si rrethana lehtësuese shkallën e lartë të dashjes për ta kryer veprën penale, pasi i njëjti e godet më shumë se një herë, faktin që veprën e ka kryer bashkëhyrje, faktin që është zhvilluar me formë 2 gjykime të formës prerë dhe faktin që veprën penale ka kryer në një vend publik. Përfundimisht, gjykatës i propozojmë që ndaj panderit dhe Sap Kelmendi të ketë parasysh me rastin e vendosjes edhe udhëzuesin për politikë ndeshkimore, dhe të ketë parasysh faktin që dënimet e mëparshme ndaj tij nuk e kanë arritur qëllimin e dënimit në mënyrë që i njëjti të risocializohet dhe të mos përsëritet veprime të tilla. Për këtë arsye, duke pasur parasysh se rrethana rënduese i impozotojnë rrethana lehtësuese, gjykatës i propozojmë që ndaj njëjtit të shqiptojë dënim me burgim efektiv për 5 vite. Ndërsa lidhur me panderin bahar, propozoj që konform udhëzuesit për politikën ndeshkimore dhe kontributit e tij më të ulët në krye të veprës penale, të shqiptojë dënim me burgim efektiv me kontratë për 3 vite. Faleminderit. Ftohet përfaqësuesi i autorizuar të dëmtuarit që të përcjellë fjalën përgjithësore. Mos u gut konkretisht edhe po si përfaqësues i palës së dëmtuar e mbështes fuqishëm dhe në tërësi fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, i cili deri në detale ka analizuar të gjitha rrethanat e rëndësishme të çështjes. Ka analizuar të gjitha rrethanat e rëndësishme të çështjes. Dhe se është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar një se 2 të akuzuarit në bashkëkryer kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen. Për të cilën akuzohen. Vazhdo. Kjo për faktin se para së gjithash ndër të tjera edhe vetë të akuzuarit ndër të tjera edhe vetë të akuzuarit nuk e mohojnë një gjë të tillë. Nuk e mohojnë një gjë të tillë. Përkatësisht, i akuzuari Besar Kelmendi ka pranuar fajësinë. I akuzuari Besar Kelmendi ka pranuar fajësinë. Në një nga seancat gjyqësore. Fajësinë në një nga seancat gjyqësore. Ndërsa nga deklarimi të akuzuarit Behar Çelaj, ndërsa nga deklarimi i të akuzuarit Behar Çelaj, kuptohet se ai pranon përfshirjen ndërsa Behar Çelaj kuptohet se ai pranon përfshirjen e tij dhe veprimet përfshirjen e tij dhe veprimet e kundërligjshme. Dhe veprimet e kundërligjshme. Kundër tjera deklaroj se kam pa që janë duke vepruar në mënyrë të gabuar. Si sta dhe prokurori çështës. Si sta edhe prokurori çështës. Kemi të bëjmë me të akuzuar përsëritës të veprave penale. Kemi të bëjmë me të akuzuar përsëritës të veprave penale të njëjta apo të ngjashme. Të njëjta apo të ngjashme. Dhe me shkallë të lartë të dashjes. Me shkallë të lartë të dashjes. Që përkundër refuzimit të Euron Shalës. Përkundër refuzimit të Euron Shalës. Që të del jashtë. Dhe ta evitoj çfarë do konflikti. Çfarë do konflikti.
shpresë, dashja ishte aq e lartë, Dashja ishte aq e lartë sa që hyn në vend publik në vend publik dhe sulmojnë persona që ishin duke ngrënë bukë. dhe sulmojnë personat që ishin duke ngrënë bukë. Andaj, i dëmtuari Andaj i dëmtuar bashkangjitet prokurorit të shtetit i bashkangjitet prokurorit të shtetit dhe kërkon që të akuzuarit dhe kërkon që të akuzuarit të dënohen sipas ligjit, të dënohen sipas ligjit. me dënimet siç i propozoi edhe prokurori. Prokuroria ka shkuar aq larg në rastin konkret, Prandaj prokuroria ka shkuar aq larg në rastin konkret, duke propozuar dhe prerë dënimet siç i dëshiron, duke propozuar dhe prerë dënimet siç dëshiron, që në rastin konkret, që në rastin konkret, sipas prokurorisë së shtetit, s'pas ka pas fare nevojë të shkohet në gjykim. sipas prokurorit nuk ka pasur nevojë fare të shkojë në gjykim. Kalon në elaborimin e fjalës Tani do të përfundimtare. kaloj në fjalën përfundimtare, Pika të për të cilën nuk ka nevojë të merren shënime, ato konstatojnë avokate. Veç ta jemi të qartë, tash ta parashtroj pyetjen, shko të dife pak më poshtë. Pika të, mbrojtësja në fjalën përfundimtare, çati vazhdim dife. Mbrojtësja në fjalën përfundimtare shton që tani do ta elaboroj fjalën përfundimtare të cilën e kam paraqitur me shkrim. Avokata, a ki diçka jashtë fjalës përfundimtare që do me paraqit me shkrim? Nëse ke diçka na tregon. Jashtë asaj. Për momentin jo, vetëm në fund nëse Mirë, vazhdo. Atëherë nderuar gjyqtar, në raport me të mbrojturin tim, i cili me datë kohë dhe vend të caktuar sikur në dispozitivin e akuzës pas një mosmarrëveshje të mëhershme, ishte përfshirë në ngrohje bashkë me shokët e tij, Behar Qelaj, Durim Rustemaj, me të dëmtuarit e në rastin konkret me të dëmtuarin Euron Shala dhe Agnar Latife, ku këta të fundit e kishin përndjekur të mbrojturin tim, derisa i mbrojturim ishte duke shkuar tek restoranti Gjizi Grill për të ngrënë bukë, bashkë me bashkëshorten e tij, dëshmitaren Qëndresa Paliqi dhe shokët e tij. Në fund kësaj çështje penale, kemi arritur të kuptojmë se pas dëgjimit të dëmtuarve, dëshmitarve dhe pas administrimit Një të lëvizje del provave, jashtë. Për çka avokate? Edhe një lëvizje del jashtë. Vazhdo. mund të vinë në përfundim se i dëmtuar Euron Shala në ditën kritike kishte qenë në dieni se i mbrojturin gjendet në restorantin Gjizi Grill. E ku shihet se ka ndodhur një rrahje ku nga ajo rrahje i dëmtuar kishte mbretur një person i cili sipas ekspertizës ka marrë vendime të rënda trupore me pasoja të përkohshme të shëndetit. Se në atë rrahje e cila kishte ndodhur në shumë pak sekonda, mund të bëhet se nuk ishte i mbrojtur e majt i cili ka filluar konfliktin fizik ndërmjet të dëmtuarve, se i mbrojturim nuk ishte vetëm majt që ka goditur, sepse edhe i mbrojturim ishte goditur nga personat të cilët tani në këtë procedur po konsiderohen si të dëmtuar. Pra, tani gjykata besoj se e ka një pasqyrë dhe një fotografi të qartë se çfarë ka ndodhur. Dhe gjykatës me rastin e nxjerrjes së gjykimit i propozoj që të analizoj çdo provë veç e veç dhe gjitha së bashku dhe me rastin e nxjerrjes së gjykimit të shikoj dhe të analizoj veprimet individuale të mbrojturit tim, të cilat nuk e formojnë figurën e veprës penale lëndimi rënd trupor, por nga veprimet e të mbrojturit tim, të akuzuarve të tjerë dhe të dëmtuarve formohet figura e veprës penale pjesëmarrje në rrahje me lëndim të rënd trupor, dhe të thotë paragrafi 2 lidhur me paragrafin e.
Andaj gjykata si propozoi që me rastin e nxjerrjes së aktgjykimit t'i ketë parasysh gjitha këto rrethona dhe të mbrojturin tim ta shpall fajtor për pjesëmarrje në radhje, ku dënimi të jetë me burg të mjaftueshëm. Prandaj konsideroj se në këtë çështje penale janë dhënë prova të mjaftueshme çështje penale janë dhënë prova të mjaftueshme se vepra penale në kontekst me dyshuarin Behar Qelaj nuk është kryer e as nuk është përshkruar drejt në aktakuzën lëndore për faktin se gjatë seancave gjyqësore pa dyshim është argumentuar se veprimet apo mos veprimet të pandehurit nuk ishin të orientuara në drejtim të kryerjes të veprës penale. Nuk ishin të orientuara në drejtim të kryerjes së veprës penale. Veprës penale të pretenduar në drejtim të veprës penale të pretenduar. Prandaj dyshuari nëpërmes të autorizuarit tij i propozon gjykatës që pos kësaj t'i ketë parasysh edhe rrethanat lehtësuese se i pandehuri pothuaj është mbajtës pothuajse është mbajtës i familjes, e cila është familje e varfër, shkak që i njëjti te i njëjti ky rast ka ndikuar bollshëm ka ndikuar që ky rast bollshëm ka ndikuar në resocializimin e tij. Si dhe faktin se gjerë me tani i pandehuri dhe familja e tij ky rast i ka goditur te i mase. Ashtu që ta ketë parasysh që i dyshuari Behar Qelaj të lirohet gjithsesi t'i ndërprehet paraburgimi dhe të shpallet jo fajtor për kistat me veprën penale për kitazi me veprën penale të përshkruar në aktakuzën lëndore.